Por se si nuk duhet harruar se barku nga ata dolën ende nuk është terpëzuar. Publik i ndershëm, po ju prezantojmë pjesën historike të gangsterëve. Për herë të parë do ta merrni vesh vet skandali në port si ndodhi vërtet. Do t'ju rrufejmë gjithashtu testamentin e plakut Dogsboro, karrierën e Arturois gjatë rënies së çmimeve, sensacionin në procesin e djegjes së magazeve, vrasjen e Dëllfitit drejtësinë në gjumë dhe se si shokët me Ernesto Romën mbaruan punë. Dhe në fund fare edhe një tablo. Gangsterët pushtojnë qytetin Ciceron. Do të shihni pra në një interpretim artistësh herojnë të mëdhenj të një bote gangsterësh. Do të shihni të vdekur edhe të gjallë, ca të rëndomt e ca fort të rallë, katil të lindur, ose jo kështu, për shembull plakun e ndershëm Dogsboro. Von Hindenburg, feldmarshall i përgjithshëm i ushtrisë gjermane. Nga viti 1925 deri në vdekjen e tij më 1934 ishte presidenti i shtetit gjerman. Në vitin 1933 ai emëroi Hitlerin kancelar të shtetit. Flokët të bardhë i ka, por zemrën ster. Plak i ndershëm pa përkullu një. Dhe kemi imi disnesh, ja tek po na vjen Luleshitsi Gjivola. Goebbels, ministri i propagandës në shtetin nazist, u qërua nga kjo botë në vitin 1945 me vetvrasje. Prisk e ka gjumë ky kopuk i rrallë. Cjapin kur të duash ta shet për kal. Gënjeshtra këmbët e shkurtra i ka. Po s'mbesuat, vështroni këmbën e mjeshtrit Gjivola. Krye Palaqon Gjiri po ju prezantojmë. Pa ditë këte ore të të shikojmë. Göring u akuzua nga gjyqi ushtarak ndërkombëtar i Nurembergut si një nga kriminalet kryesorë të luftës dhe u dënua me vdekje në litar. I shpëtoi dënimit për krimet e tij me anë të vetvrasjes. Ka sap me nam, mjera i të cilit i vesyn. Sta bën të gjatë, të shtrim për tokë, pastaj kapelin e viktimës e ras në kokë. Hajt, zhduk që këtej. Dhe tani, hej, tek po na vjen mi famshmi personazhi ynë, gangsteri, gangsterë, katili, Arturo Ui. Adolf Hitler u qërua nga kjo botë më 1945 me vetvrasje. Por sa she, jo vetëm Ricardi Trenderman të bje. Bota si ky
edhe të tjerë ka parë. Bota si ky edhe të tjerë po she. Pra roli kryesor i ka fort hije. Dhe kështu kjo drejtori vendosi pavones në stil të lartë këtë çfaqje të paraqes. As mjete, as të olla të mos kursej që publiku të ndershëm ngjarje t'i blej. Por se këto janë të gjitha të vërteta, sepse janë marrë nga vetë jeta. Nuk janë shpikur dhe as zbukuruar, nuk janë prerë dhe as janë arnuar. Këto ndodhi i di kontinenti mbar. Këta gangster ju vetë i keni parë. Shkorat poshtë. Janë Chicago si një çup që niset mëngjes për të blerë qumësht, por ka zbuluar pa prit mas një vërim në xhep dhe tani kërkon anës rrugës që ndarkat e saj. Të entën që shkoj të Edmuni më tha se në priste mua dhe ca shokët tjerë të hanën për dark. Sikur të këshim vajtër vërtet dhe këshim gjetër me siguri me plaçka në ankant. Kalimi nga bëllëku në varfri bëhet sot hapshe të mbyllësit. Duke sigur nata ka në mund mes të ditës. Klajvi dhe Raberi i ngritën duart. Frut importi Hyllersit, një firmë e krijuar që në kohët Nojes falimentoi. Dikeve loku po i shet garazhet veta. Po shiti çupër. S'ka kod vi, por nga njëra bank tek tjetra. Si, edhe shiti. Me një fjalë tregtia lule lakën e së mori fund këtë qytet. Kokër lartë zotëri, kush nuk ka vdekur jeton akoma. I dashur Baçer, të mos kesh vdekur nuk do të as pak jetosh. Po pse kaq pesimist? Tregtia me sende ushqimore është në thelbe levertishme, është tagji për qytetin 4 milionësh. Me krizë ose pa krizë, qytetit i duhen zazavate të freskëta dhe ne këtë asigurojmë. Po mirë, si ven punët në dyqanet e zarzavateve? Keq të mos më keq i dashur Karuther. Vyshtëri që kërkojnë të blejnë vetëm një gjysmë kokë lakre dhe atë e duan në veresie. Lule lakra, po na kalbet. Aro dhe t'ju them, zotëri, se atje në salon po pret një bandil. Mos u çudit një emrin e ka Ui. Ui, Ai gangsteri. Dora vet, i ka rënë erë kërma dhe po sillet vërdall, se mos del në një gjë për të. Dora ti e djatë të zoti Ernesto Roma, premton se është në gjendje të mbush mendin mjaft tregtarëve zarzavatesh që s'është as pak e shëndetshme ta blen lule lakrën gjetë. Ata duhet ta blen vetëm tek ne. Roma premton ta dyfishoj xhiron ton, sepse tregtarët sipas mendimit të tij do të preferojnë më mirë të blen lule lakrën tek ne se sa që i vuret gjetka. Të vërtet, kjo është një paturpsi. tregti me bomba dhe kobure, një ide re fringo. Jam në fund po futet jankerinë të Rusington. Është hapur llafi se neve nuk po na zë gjumi nga telashet dhe zoti Arturo Ui vjen të na ofrojë shërbimet e veta. Dhe tani zotëri neve duhet të zgjedhim o atë o mëshirën e ndonjë azili. Ha! Kush i jon çorba më mirë? Sa për e sapin tim, unë mendoj se qorba e Uis do të na përbloj keq. Flejk, nxire për jashtë. Shiko Flejk, nxireni por pak si me dorashka, se nuk e dim se si do vej halli jo ndonjë ditë mund të na duhet. Ui, ai plani juaj nuk pranohet. Unë duhet futem pa tjetër në trust, Flejk. Tani për tani është e pamundur, duhet të presësh. Duhet presësh. Duhet presësh është një fjalë goje. Kjo pritje është mjaft e hidhur për mua. Hajde, shko tani. Ku të shkoj? Nuk kam se ku të shkoj. Po ata që kanë që qeshin. Mirë, qeshni ju, qeshni. Unë nuk mërzitem, këtu më keni si hije prapa dhe t'ju qepem. Po jo punë ndërmjetësimit të Dogs Borus për një kredi shtetërore, si u bë? Baçeri dhe, unë sa juam diçka që mund ta ndihmonte të kalonim disi këtë periudhë të tmerrshme ku paraja zgjendet as me qiri. E na lindi një ide thjesht.
Përse ky qërë ta qytet të cilit ne ja paguajmë taksat në rregull të mos na ndihmojë me anije kredie, për shembull për ndërtime objekte sportit, të cilat ne do të angazhoheshim të ngrinim në mënyrë që zarzavatë shiten sa më lirë në këtë qytet. Plaku do të zboru. Me influencën që ka mund na rregullonte fare bukur këtë punë, po ç'thot do të zboruja? Ai refuzet në ndihmoj. Refuzon? Puta marr, djalli ta marr. Ai është deputet i gjithë rajonit të Portit dhe s'tash ka të bëjë asgjë për neve? Ka kushe disa vjetë që unë ja para për atë fondin e ti elektorat. Maskaraj, ka qenë pjeshitës e kshityn, dhe për para se ti futej politikës, hante bukën e trusit ton. Kësaj thonë kulmi mos mirë njohjes. E flej, s'ta pa të thënë se s'ka më nderin të botë? S'ka. Ka vetë munges paraje dhe munges nderi. Të gjithë e praktisin barkën që është duke mbytur. Miku të Peter Mik. Shërbetori s'do të njoj më për Zot. Dhe jetë ashti, plaku jonë buzë gaz, po në këthem kurrizin e ti. O, moral, ku jetin të shekull krizej? Se priste kur nga do të zburuja këtë gjithë. Po shpretek s'ka gjetur qënë. Ai thot se kërkesa jonë bjerë. Si bika erë? Të ndërtosh objekte të reja Portit që nga punë e papastër? Po është një punë që i siguron punë dhe bukë mira vetave. Ai dyshon vërtet që ne kemi nërmend të ndërtojmë objekte porti. Si? Tërë dhe ketë. Se këtë turp që s'kemi nërmend të ndërtojmë ato objekte? Ja, këtë turp që dyshon për ta. Atëre, na gjeni në një njëri tjetër të na huaja dreq kredijet. Po, pace, po, ka dhe tjere, po si. Ka pas njës është si do këzburoja. Po mas gëri ka salate, është njëri mirë. I mirë, e për qarë. është njëri ndershëm. Desha them njësi ndershëm. Është megaloman. Po s'do merë që të kujdeset edhe për namin e vetë. Po s'flet kështu mërë pace. Ne na duhet një kredi nga në qytetit, kurse nami do këzbarus është punë për te. Nërsa unë mendoj se nami ti është punë për ne. Një kredi për të cilin s'linin shumë pyetje mund ta rregulloj vetëm një njeri ndershëm. Njeri ndershëm të cilit kanë turp të kërkojnë dokumenta dhe prova. Dhe një njeri tillë është plaku do zburu. Plaku do zburu është kredia jon. Pse do thoni ju? Ai që si beson Zotit prej shumë kohësh, i beson plaku do zburu. Te vedimra ka mikurris, por sa kanë kapur qoftë një herë në gabim. Ja tek po i them zotëri se ky njeri vlen peshot në Flori, e sidomos kur është puna për ndërtu disa objekte, por dhe për më tepër kur këto objekte do të ndërtohen faksi java. Në rregull, pace. Ta zëm se ai vlen peshot në Flori. Po tha një, po puna ka marr fund. Po ja që ai për punën tonë nuk do që të thot po. Ai thot qyteti nuk është kazan qorve. Të gjithë për qytetin, por qyteti për vehte djema. To janë shakarat pa kri. Unë kur nuk e kam onet surat plak. Ai njeri s'ta ka dashur kur me shpirt. E për në fundit që intereson ati lule lakra, që hyn pun ati transporti. Sa për atë gjitha zarzavatet e këti qyteti let kalben, a i slu në gishtin e vogël dorës për ne. Ka 19-20 vjet në i qvath për atona, për atë fondin elektoral, dhe gjatë gjithë sa i kohë lule lakrin e ka parë vetëm pjatë, s'ka shkelur në njërë kem ati atje në garajet tona. Ashtu është. O të vejnë djallë. Jo ndjallë, po të vite knef. Po s'flet kështu mërë pace. A nuk ta shpigoj Klarku se ky njeri po na lënë balë, edhe nuk i bëhet fare vonë. Po Klarku na shpigoj arsyen përse. Ky njeri nuk e din kurin zoti me këtë. Ashtu është. Po çfarë i mungon atij? I mungon dia. Plaku do zburu, nuk e di se ndihemi në lëkurën tonë. Pra çështja si ta fusim do zburu në lëkurën tonë. Po çfarë duhet bëjmë? Duhet ta mësojmë. T'ja hapim syt. Po jena që na ik nga dora kë njeri zotëri. Kam një plan të vockel. Pa hapni veshët dhe më dëgjoni mirë. Hello, shit. Hello. Nga ishe kështu? Renda nga ponti deri te Pilati. Ponti në kishikur me shërbim.
Dërsa Pilati ishte futur në banjë dhe nuk më priti fare. Tani njeriu shikon vetëm kurrizin e shokëve të vet. Vllai, përpara se ta takoj të vllan, nxiton tek bakalli edhe ble një palë pusë të vjetër. Vetëm që i vllait i mos i kërkojnë ndonjë borxh. Ortak të vjetër kanë aq fëri nga njëri tjetri sa që kur takohen përpara bashkisë i flasin shoqit me emra të shpikur. I gjithë qyteti ka qepur gjepat me penj. A ke menduar gjë për atë propozimin tim? Që t'ju shes kantierin tim detaj? Aja, këtë nuk e bëj. Sepse ju doni të hani një drek edhe ta paguani vetëm me një bakshish. Pastaj doni t'ju them edhe faleminderit për bakshishin, Se shmendim kam unë për ty, është më mirë që të mos e dish. Më tepër shtofrojmë neve s'ti jep njërishit. E di që shokët e mi nuk më japin më shumë se të tjerët. Po, paraja është bërë shumë e shtrenjtë sot. Me shtrenjtë për atë që ja ka nevojën. Dhe kush ja ka nevojën, këtë nuk e di askush tjetër më mirë se sa shok. Shit, ti nuk jeni gjendje të mbash kantierë. Edhe ti e di shumë mirë i dashur Flek, se përveç kantierit u kam edhe një grua, të cilën gjithashtu nuk do t'jem në gjendje ta mbaje. Pa ta shesësh kantierin? Dhe mund t'jetoj edhe një vit. More, si të qoftë kisha shumë qef të dija. Përse e doni kantierit i një? Që ne të trustit duam të ndihmojmë, kjo me sa duket nuk të pas ka shkuar fare ndërmend ty. Jo përbes, kjo as më ka shkuar ndërmend i çfarë. More, për ku e pas kam patur kokën unë hajvani, që nuk pandeja se ju doni të ndihmoni, edhe jo të ma shtrëdhni edhe atë pikë të fundit që më kam betur. Të vjellësh vrerë kundër çdo kujtë, kjo nuk të ndihmon të dalësh nga moçali i dashur shit. Puna është se unë nuk dua të ndihmoj moçalin i dashur Flek. Që ishte ky? Arturo I, gangsteri. Si thua, do të na i shesësh kantierin? Ata për shtypjen si kur e i kishe shumë dëshirë të fliste me të. Patjetër, ai po na mbyt në oferta. Premton se është në gjendje të shes lulelakrën tonë me anë të koburës. Të tillë si ky UI ka shumë tani. Janë përhapur nëpër qytet si zgjepja. Askush nuk e di nga na erdhi kjo zgjepje, por të gjithë e marrin me mend se duhet të ketë dal nga një vrim e errët të thellë dhe qelbur. Të gjitha këto vjedhje, grabitje, presionet, merre, kërcënime, thirrje duar të lartë dhe le shpëtoj kush mund të sturohen me. To ndikur për salluar në sjartë me hekur. Dashur Flek, e të largohemi që këtë se kjo smundje është ngjitse. E si thua do të shesësh kantierin? Po. Është vërtet. Ekziston një ngjashmëri. E kam fjalën një ngjashmëri me ata që sa përkaluan. Nuk është një ngjashmëri fort e theksuar, jo. Është më tepër një ngjashmëri që ndjehet se sa shihet. Në fund të gjolleve ka ca si deg të gjelë për ta. Ato mund t'jenë deg, po mund t'jenë edhe gjerpëri. Kështu edhe ti, i ngjet ati Romës, ose mbetet hatëri që po ta them. Po tani që i pash ata dhe pastaj ty më bëhet sikur edhe më parë kisha vëndëre një gjë të tillë, po nuk e kisha kuptuar. Dhe këtë e kisha vëndëre jo vetëm tek ata, po edhe tek ti. Pa përsëritë edhe një herë atë, si thua, do të na e shesësh kantierin. Më bëhet sikur edhe zëri në ketë njëjtë. Aja, më mirë thuaj duart lartë, sepse kjo është ajo që ke në mendje. Ja ku pe ngret duart Flek, merre kantierin tim. Merre pra! E jep një shkelm si çmim, ose jo, më mirë me jep 2 shkelma, sepse 2 bëjnë më shumë se 1. Ti ke luajtur mend shit. Sa mirë do t'je sikur t'kisha luajtur mend vërtet. Shit. Shit!
Viti 1929-1932. Kriza botërore plakos me pasoja të rënda edhe mbi Gjermanin. Miliona njerëz u flakë në mes të rrugës të papune të uritur. Kur kriza arrin kulmin e saj, çifligarët prusian përpiqen të sigurojnë kredira nga shteti. Dhe për ta shtyrë presidentin e Gjermanisë, Hindenburgun, që të interesojë për hallet e tyre, këta të fundit i bën atij një çiflik si peshqesh nderi. Do kisha shumë dëshirë që ti, Arturo, të shlirohesh nga kjo gjendje mërzie të thellë dhe ndërrime shtkota. E mos të rije kështu duar kryq. I gjithë qyteti po flet për këtë gjë. Kush flet? Gjithë qyteti? Pas qëri se çan kokën më për mua. Ky qytet e ka kujtesë të dobët. Shumë pak zgjat këtu lavdia. Mjaftojnë 2 muaj pa ndonjë rrëmuje, pa ndonjë të shtënë, dhe të gjithë harrohen. Vetë njerëzit tanë po na harrojnë. Djelmosha tanë kanë filluar për shpërisin që kur pa në mbarojnë parat. Dhe çështja e keqja, Demberleku po aprish karakterin. Me një burr që merr në shenjë me kobure vetëm letrët e Bizhozit, shumë shpejt merr fund me të tëra. Mua s'më bëjnë këmbë të shkoj në kvarterin tonë të përgjithshëm, Arturo. Më dhimbse në djelmosha tanë. Kur matem të them nesër do të fillojmë nga puna, fjalët më ngecin gryk sa po shikimi im as me shikimin e tyre të trishtuar. Ai plani yt për të vënë në përdorim dhunën tonë në shitjen e zarzavatëve ishte një plan me perspektivë të madhe. Pse të mos I futemi punës? Jo tani. Jo nga poshtë. Është akoma herët. Herët? Ma fjalë bukur që na the. Që kur të përzuri trusti ke 4 muaj që t'jen vërdallë vret menden plane. Gjepora. Ca prova me gjysmë zemre. Vizita që I bëre trusti ta theu shtyllën kurrizoret. Edhe incidenti që ndodhi me atë dreq policin në bankën e Harprit ka kallur, datëm ka kallur. Po ta shtin kundër nesh. Ta shtin hava. Po, sigur mos kisha gjetur 2 dëshmitar tani do isha brenda. Edhe ai gjykatësi s'kishte asnjë gros simpati për mua. Për dyqanet e zarzavatëve të policia nuk I harxhon fishekët e saj, ajo shti vetëm për bankat, po dëgjoj këtu. Ti hyn punës duke filluar nga rruga numër 11. Thyem vitrinat. Derdhëm bidona vaj guri me lule lakrën, I bëjmë orën ditë sopë thërime, vazhdojmë kështu deri në rrugën numër 7. 2 ditë më vonë pastaj dërgojmë Emanuel Gjiri me një karafile në xhaketë në dyqanet e dëmtura që të sigurojmë mbrojtjen tonë. Si kundër shpërblim për këtë 10% nga xhiroja? Jo. Mbrojtja më duhet sefte për vete. Duhet jem veti mbrojtur njëherë nga policia dhe nga gjykatësit, e pastaj mund t'i mbrojt të tjerët. Këto punë bëhen vetëm nga lart, jo nga poshtë. Po mos ta kem gjykatësi në xhep duke patur edhe ai diçka nga unë në xhepin e tij, s'do t'i kem punët kurrë në Terezi. Çdo polici rëndom do të më numëroj fishekët vetëm lulet ballit në ufuçën në ndonjë bank. Atëherë na mbetet vetëm plani Gjiolës. Ai ka një nuhati të fortë për kalbësira. Dhe kur thot Gjiola se trusti lule lakrës bie erë, patjetër do të ketë diçka në këtë mes. Po. Shumë fjalë qarkullohen atë kohë kur qyteti si shton me rekomandimin e Dogsborusit atë rusit një kredi. Që atëherë s'kam pushuar thashë themet për sa objekte që së ndërtuan, po që duhet t'ishin ndërtuar. Nga ana tjetër këtë mesele ka përkrahur Dogsboruja. Mor puna është marrin vesh pse ka futur hundët plaku I ur Dogsboru në një çështje që bie erë. Ja po na vjen dhe rregu I gazetës sylli. Këto punë nuk I di askush më mirë se ai. Hello, Reg! Venime Roma! Hello I! Hello! Ne ishte njerë një burr.
dhe buri kish një plan, i thoshin që të priste edhe buri prit, por pritja ishte hidhur. Rofshu je një kriq, a i plani të shpesh me hiq. Si ven punët të në Kapua u i. Çfarë thot ky? Gjera parëndësi, Kapua u i ka qenë një qytet i vogël ku në kot lash mori fund një ushtri e madhe, nga që rinte kot gjithë ditën. Jetonte në mirëqenie dhe nuk stërvitej fare. Shiko se unë të thuaj hundët. Mos na shka këto grinit e një rek, po më mirë na trego për atë kredin që u dha trustit Lule Lakrës. Po pse interesoni ju për këtë gjë? Mos jeni duke marrë dhe ju tani me tregtinë e Lule Lakrës? Po, ju doni që qytetit japi dhe juve në një kredi. Po pse nuk shkoni te Dok Zbëruja, plaku i ka dalë zot asaj pune. Mos vallë, duhet rim duar kuriq kur një degë njom tregtia në cilën thel pse shëndosh po kërcënohet nga thatësia vdekje prurse, të gjithë sytë atje bashkim mbushen me lot. Secili e ndjen vuajtjen e Lule Lakrës sikur të jetë një pjesë e saj, kurse vuajtjet e Koburesh nuk do t'i ndjej askush i dashur Artura. Mos e në vrikosa, i nuk është në humor, E marrë me mend, frini dhe se Gjivola ka shkuar të kërkoj punë tek Al Capone. O është gënjeshtër. Ti lajë gojën kur të flasësh për Gjivolan. O Daisy, çupka e portit, lulja e portit, ylli i portit, akoma e nusja rezerve Gjivola Çalamani, nusja e katërt, rezerve zëvëndësit të zëvëndësit, të një ylli në perëndime sipër. O çfati hidhur! Bulosja një atë gojtë qelbur! Gangsterit bota nuk i bën më kurora, turma i paqëndryshme i kthen syt nga heroi i ri dhe heroi i vjetër bie në hares, flet arrestimit i zverdhët për arkiva të plorosura. O njerëz, nuk jam unë që kam hapur që ato plag? Kur kështu? Dikur, ato plag janë haruar që kuri. Mos vallë, në një botë të tillë ku veprat e mira kalokan pa u vënë re, nuk mes ka asnjë nga veprat e liga? Jo, nuk mbetet. O botë kalbur! Kryqja një atë gojë të poshtër! Ui, leri fjallë të mlami njerëzit e shtypit. Arru! Je shumë nervoz, Arturo. Këta bandil po më përdorin sikur t'isha plek. E ka fajin vetëm heshte jote gjatë dhe asgjë tjetër. Që bëhet gjiri ma sekretarin e trusit të Lule Lakrës. I tha se do t'a sillte këtu në orën 3. Pa më thuaj, Ernesto, si ishte ajo puna e Gjivolës dhe Al Capones? Asgjë serioze. Al Capone erdhi Gjivolës në dyqanin e luleve për të blerë sa kurora. Kurora? Për ka? Nuk e di. Po me siguri nuk i do për neve. Kurse unë nuk jam da që sigur. Sonde qenë ke shumë pesimist, Arturo. As njeri se qanë kokën tani për neve. Ja, pra te ke erdhë në fjallën time, ashtu është, dhe plehun e trajtojnë më tepër respekt se ne. A i Gjivola ikën nga ne sa po pësëm disfatën e parë. Ja tek po të betohem Ernesto se do të qëroj hesapet me dhe sa po të korri fitorin e parë. Po vjen gjiri. Shef, ja, njeriu për cilin pola. Do me thënë ti e sekretari shitit në trustin e Lule Lakrës, a? Isha sekretar shef deri javë që shkoj. Diri sa i... Ky o Rener në Lule Lakrës. Diri sa i qeni Dok Zbëru. Çfarë ka ndodhur me Dok Zbërun? Shpun keti me Dok Zbërun. Pa, në jo asolla këtu. Dok Zbëruja më flaku jashtë. Nga kantieri shitit? Ka kantieri vetë, sepse qysh në fillim shtatorit kantieri i përket ati. Si the? Po kantieri shitit është i Dok Zbërus tani. Bollu ishte prezent kur bashkë i trusit Lule Lakrës ja të rëzoj plakmushit shumicën e aksioneve. E pastaj, qëfar? E pastaj? Po kjo është po shtërsi që s'ka këtë vëjma. Pa nuk e kuptan shef. Që Dok Zbëruja propozoj një kredit të majmë shtetërore për trustin e Lule Lakrës. Kushën në qëtë bënd të pjesë vetë trustin e Lule Lakrës? Po kë është korupcion? Për atë zotë Dok Zbëruja në pas ka gënë hubra. Patakqiu! Kredia shkoj në favor trustit Lule Lakrës, për ata i për nëpërmjet kantierit, nëpërmjet meje. Dhe unë vura firmën për Dok Zbërun dhe jo për shitit si që mund të mendon të bota. Kjo në qelka se të në qelka. Dok Zbëruja kështu, tabela ndryshkëm në dëshmëri që i refeni gjithë bota me kishë për të mirë, plakushe i pa korruptushëm dhe me përgjësi për në deltanit ama garagji. Ja tregoj u qefin ati. Surratit ti të përzëj mua për abuzime, kurse vetë qeni, biri qeni. Avash. Se ka dhe njerës të tjerë përveç te të cilët të ndishet gjaku ku marin vesh për poshtërsirat të tila. Arturo, si thua? Gjiri, a do të dalë dëshmitar ky njeri? Pa tjetër. Ma kini kujdes këtë njeri. Eja Roma, tani po nu as ca punë të mira.
Pas meje, djema. Pas meje! Duke se duhet lëviz një roqe! Po puna ti bakshishit tim. Mos të bëjhisti marak. Unë shefin e njoh shumë mirë. Ai nuk ta han kur hapun. Këtë vilë fshati nuk duhej ta kisha marrë në asnjë mënyrë. Absolutisht jo, baba. Që lejovat më jipnin po thuaj se falas, ky s'ishte ndonjë gabim. Jo, baba. Edhe që nërmjetësova për kredin, nga që fillova ta njejnë kurrizin tim se si po thahi për hiq gjenjë dek e njom tregtie, edhe ky s'ishte ndonjë gabim. Jo, baba. Por që unë, duke patur besim se nga kantiri do dilte në një gjë për mua, nxitova ta marrë këtë vilë pushimi këtu në fshat, sapo e propozova dreq kredi edhe kështu qova fshehur asi ujnë mullirin tim, ky ishte një gabim. Po, baba. Pra ishte një gabim unë se mund konsiderohi se një gabim, këtë vilë fshati nuk duhej ta kisha marrë në asnjë mënyrë. Jo, baba. Ndera mbreno birë. Po, baba. Ajo pako aksionesh ishte si puna atyre gaforeve të kripura që me i hanjuja jep falas mështeriut, duke e detyruar pastaj ta shuaj me një grusht parash etjen e tij të shtrejt. Nuk më pëlqeu as pak. Pyetja që më bën djen bashki lidhur me ndërtimin e atyre magazeve të portit. Kredia është hargjuar. Nga jo mori Klarku, mori Batqeri, morën Flejgu dhe Karutheri dhe mjerisht mora edhe unë. Kurse gjerëm tani s'është bler qoftë edhe një gjysmë kile qimento. Por e vetëmja gjemijën këtë mes është se unë, me kërkes të shitit, nuk e trumpetova kudo adhishverish dhe as kush nuk e di që unë kam dëbej në atë kanë tjerë detar. Zoti Batqer ju kërkon në telefon. Shko fol ti o birë. Ky Batqeri që kërkon val. Ata plepa e kishin fajin që më shtyn ta marrë këtë vilë pushimi këtu në fshat. Dhe kjo pamje e bukur në adeti që vezullon si një pare gjikante sermi në rreset e diellit. Baba! Qështë? Batqeri më thanë telefon se mbrëm që nga propozuar në bashki që të hetohet çështja e ndërtimit të magazeve nga trusit Lule Lakrës. Kam forin tim, ku e kam? Jo, këtu. Që kërkon ky Batqeri? Ka nërmen të vi këtu. Të vi këtu? Nuk e pres. Nuk jam mirë me zemër. Në këte mesele s'kam pun fare. Për 60 vjetë rresht, kam ecur një rrugë të drejtë e të nërshme, dhe këte e di i gjithë qyteti. Me të vaveret e tyre nuk kam punë. Po, baba, a ndjesh më mirë tani? Ka ardhur një farë zoti Ui. A i gëngsteri? Po. Fotografinë e ti e kam parë në për gazetat. A i pretenton se e ka dërgoj zoti Klarku i trusit Lule Lakrës. Djemi jashtë. Kush the dërgoj? Klarku? Po. Djalli ta marë. Që mi dërgon kë Klarku të gangstert në shtëpi. Që mi dërgon? Unë dua...
Zoti Dogsboru. Dilni jashtë. Avash. Mos e merr me ngut. Sot është e diel, apo e kam gabim? Thash të dilni jashtë. I ma thot dilni jashtë. Morëm vesh. Nuk është një gjë e re për ne kjo. Ku janë shërtorët? Thirrni policinë. Qëndro më mirë këtu o plakushi im, se atje tek porta janë sa djelmosha që mund keq kuptojnë. Do me thënë, po përdorni dhun. Jo dhun, pak forcë, o mik, pak forcë. Zoti Dogsboru, e di që nuk më njihni. Dhe në më njihni vetëm me të dëgjuar, që është akoma më keq. Zoti Dogsboru, keni përpara jush një njeri të cilit i ka nërë në qafë kot. Një njeri figurë në të cilit e kanë nxjerrë nga zelia dhe qëllimet e mira të cilit i kanë errësuar njerëzit e poshtër. Kur unë si biri lagjës së varfër Bronx të New Yorkut, erdha përpara një 14 vjetësh në këtë qytet dhe e fillova karrierën time si një papun i thjeshtë. Karrierë e cila mund të them s'ka qenë fare pa sukses. Kisha rreth vetes vetëm 7 djelmosha trima. Vërtet të varfër, por të vendosur si unë që të nxjerrin bukën e tyre ku të mundin mbi këtë tokë të Perëndis. Kurse tani nga ata të 7 janë bërë 30 dhe do të bëhen ende më shumë. Ju do të pyesni, ç'kërkon ky uia prej meje? Nuk kërkoj shumë. Kërkoj vetëm një gjë, të mos më bien më qafë kot, e të mos më marrin për atë që jam. Dua që të mos më marrin për kalorës fati, aventuriere, ku e diun se çfarë. Të paktën nuk dua që një mendim të tillë ta ketë për mua policia, për të cilën unë kam një konsiderat të lartë. Kjo është arsye që më shikoni këtu përpara jush dhe që po ju lutem. Dhe duhet ta dini që unë s'para lutem shumë. Thoni në fjalë të mirë për mua të jenë polici, po t'jetë nevoja. Ju doni që unë të hyj dorëzans për ju? Po t'jetë nevoja. Kjo varet, do të mirëmi vesh me të mirë me tregtarët e zarzavateve. Unë keni ju me tregtarët e zarzavateve. Edhe unë do të bëj pjesë në të. Kam vendosur ta mbroj. Kundër çdo sulmi, po t'jetë nevoja edhe me dhunë. Me sa di unë, kjo tregti deri tani nuk kërcënohet nga askush. Deri tani ndoshta, por unë jam njeri larg pamës dhe pyes. Deri kur në një qytet të tillë me një polici kaq të plogësh e të korruptuar, tregtari i zarzavateve do të mundi sheh zarzavatet e veta në qetësi? Vall, a nuk do t'i shkatërrohet ju nëse dyqani i vogël nga duar katilësh dhe a nuk do t'ia grabitin paratë e arkës? Vall, a nuk do të preferojë që sot t'i siguroj vetes një mbrojtje të fuqishme kundrejt një shpërblimi fare të vogël? Unë mendoj se jo. Kjo do të thotë që ai mos të di ç'është për të e mirë dhe ç'është e keqe. Dhe ka shumë mundësi që ai mos ta di këtë. Sepse tregtari i vogël i zarzavateve, i zellshëm, por i pazhvilluar nga intelekti, shpeshherë i ndershëm, por rrallë larg pamës, ka nevojë për një udhëheqje të fuqishme. Mjerisht atij mungon ndjenja e përgjegjësisë ndaj trustit, të cilit duhet ja di përnder të gjitha. Edhe në këtë sektor shtrihet detyra ime, zoti Dogsboru, sepse edhe trusti ka nevojë për mbrojtje. Të flaken te ata që s'paguajnë në rregull, paguaj ose mbyll dyqanin. S'ke që bën, disa dobët do të marrin fund në këtë mes. Ky është ligji i natyrës. Shkurt llafi Dogsboru, trusti i Lulelakrës ka nevojë për mua. Që m'intereson mua trusti i Lulelakrës. Duket të zotëri se ke gabuar adres me këtë planin tanë të çuditshëm. Për këtë bisedojmë më vonë, Dogsboru. A e dini çfarë nevojitet, Dogsboru? Ju duhen ca grushta të forta atje në trustin e Lulelakrës, një 30 djelmosha të vendosur, por në udhëheqjen time, ama. Nuk e dini se trusti ka nevojë për pistolet automatik në vend të masinave të shkrimit, por unë s'bëj pjesë në trust. Për këtë bisedojmë më vonë, Dogsboru. Ju mund të thoni, 30 burra të armatosur hykan e dilkan lirisht në trust. Po kush na garanton që nuk do ta sulmojnë edhe ne vetë? Po, përgjigja për këtë është shumë e thjeshtë, Dogsboru. Pushtetin e ka gjithmonë ai që paguan. Dhe ai që paguan rrogat jeni ju. Si mund të ngrihem unë kundër jush? Edhe sikur të doja vërtet, edhe sikur të mos e kisha për ju këtë konsiderat që kam, ju mund të mbështeteni kurdoherë në fjalën time të nderit. Ç'jam unë fundja? Sa pasonjës kam në të vërtetë? Disa po më braktisin bilet. S'dia më kanë betur një 20 gjithsej, po nuk më shpëtua të mora fund. Si njeri e keni për detyrë të më mbroni nga armiqtë e mi dhe t'ju them të drejtën, edhe nga pasonjësit e mi. E gjithë vepra ime, për cilën kam punuar 14 vjetë rresh ndodhet në rrezik.
po ju bëj thirrje Dogsboro të më ndihmoni si njeri. Atëherë dëgjoni që të bëj unë si njeri. Urdhëro. Do thras policin. Policin? Si urdhëroni? Policin. Mos do thot kjo se ju refuzoni të më ndihmoni si njeri? Atëherë këtë gjë po jo kërkoj si kriminal jeni, sepse i tillë jeni. Do t'u të maskoj, do t'u nxjerr të gjitha panarat të shtetit. I kam të gjitha provat në dorë. Ju jeni nkatëruar në skandalin e magazëve të portit, i cili është gati të flasin pom. Kantieri i shitit jeni ju. Po ju paralajmëroj Dogsboro, mos më detyroni ta bëj këtë hap. Hetimi çështës është vendosur. Hetimi nuk do ketë. Miqtë e mi Ju nuk keni më miq. I kishit dje. Sot s'keni mas i mik, kurse nesër do të keni vetëm marmiq. Në pasi ri që mund të shpëtoj Dogsboro, ai njeri jam unë, Arturo I! Ky hetim nuk do bëhet kur. Flokët e mi janë të bardhë. Po, përveç flokëve, asgjë s'keni tjetër të bardhë. Dogsboro, bëhuni arsyeshëm. Në këtë çast ju duhet arsyeja. Lejoni të shpëtoj. Mjafton një fjalë juja, dhe unë do të nxjerr zorët e barkut çdo kujt që të guxojë të prej qoftë edhe një qimë floku. Dogsboro. Ndihmoni Dogsboro, ndihmoni. Vetëm një herë. Mos rënë në vitime, ju tani Dogsboro, nuk mund të dalë më përpara djelmoshave të mi. Ndihmoni Dogsboro. Kur në kurës, me mirë të shkatërohem se sa të lidhe me ju. Unë bëra 40 vjeç dhe akoma s'jam bërë asgjë. Duhet ndihmoni Dogsboro. Kur në kurës. Po ju paralajmëroj Dogsboro. Do t'i bëj varrin. Përderisa t'jemi gjallun, ju nuk do të futini kur në kurës në tregtin e Zarzavates. Sidoqoftë, zoti Dogsboro, unë sapo i kam mbushur të 40-at, kurse ju jeni 80. Kështu që me ndihmë të Perëndis, unë juve do t'ju kall në varr. Unë jam i sigurt se do të futem në tregtinë e Zarzavateve. Kur në kurës. Roma, eja të shkojmë. Salute. Në fund të vitit 1932, partia dhe ushtria private Adolf Hitlerit ndodheshin përpara falimentimit dhe kërcënoheshin nga shpartallimi. Me dëshpërim, Hitleri përpiqej të mirë të fuqi në dorë, por pa sukses. Hindenburgu ja refuzoi atij disa herë me radhë postin e kancelarit të shtetit. Por Hindenburgu u trambej hetimeve lidhur me skandalin e saj shoqëtorës ndihmë për lindjen. Gjithashtu, ai kishte abuzuar me paratë e shtetit duke mos i përdorur për qëllimet e caktuara, por për ciklikun e vet në Aidek, të cilin ja patën dhuruar. Po përvënat shumë. Do të vijë së bashku me shitin. Ma ha mendje se i kanë vazhduar tratativat tërë natën e natës. Mos u shqetësoni. Dofta akoma s'kanë rënë ujdi. Shiti duhet me doj mos të vi këtu dhe të deponoj se kantieri i përket akoma ati. Për shitin nuk është daqë lehtë që të vi këtu dhe të faktoj se Patakqiu është vetëm ai. Të shitis do të pranoj kur. Është i detyruar të pranoj. E përse të pranoj? Raset një 5 vjetë të burg? I duen ato para që ka marrë, sepse gruas ti Mabel shiti pëlqen shumë luksi, dhe ai akoma çmenet pasaj. Keni për të parë që do të pranoj. Për sa i përket burgut, s'ka për të parë burg me se, dhe gjë rregullon Dogsboroja. Një vrasje misteriose në hotel Lux në qepin e viktimës i bilet treni për San
xhep të viktimës u gjet një bilet treni për në San Francisco. Gazeta me lajme të reja. Gazeta me lajme të reja. Në gjepin e viktimës i bilet... Shitin e pasën gjetur të vdekur në hotel. Në gjep gjaketës kishte një bilet treni për San Francisco. Shiti i vdekur? I vrar. Do me thënë s'pas ka pranuar. Dok zbëru, s'njesh mirë? Do të më kaloj. Vdekja e Shitit. Vdekja pa pritur e Gjorit Shit është pothuajse një minim i plot i jetimeve. Natyrisht. E papritura ndodh shpesh herë tamam në kohën kur duhet të ndodh. Shpesh herë ndodh diçka e papritur, kështu e ka kjo botë. E tani, unë qëndroj përpara jush lakuriq me duart në xhep dhe shpresoj se nuk do të ndrejtoni tek Shiti kur t'ju bëj ca pyetje. Mbasi Shiti, siç lexova në këtë gazetë, është bërë i heshtur kysh mbrëmnat. Çfarë do të thuash me këtë Okesej? Në fund të fundit ajo kredia juaj është dhënë kantierit apo jo? Ashtu është, po kush është kantieri? Ç'pyetje çuditshme, më duket se ky di diçka. Çfarë mund di? Tok zbëru. Nuk ndjeni mirë. Mos e ka fajin ajri i rënd. Desha them se mund të mendohet. Ai Shiti i gjorë për vetë salopatash me dheshtit e detyruar të marrë me vete dhe gjithë ndyrësitë e kësaj meseleje. E parandjej. Okesej. Ndoshta do t'jetë më mirë për ty sikur të mos parandjesh kaq shumë. E dini në këtë qytet ka ca ligje tash pra kundër thashe themeve edhe çpifjeve t'ulta. Çfarë janë këto fjalime me dy kuptime Okesej? Me sa ka marrë vesh unë, Tok Zboruja ka caktuar një njeri që do merret në këtë çështje. Prisni pra derisa të vijë ai njeri. Po ky njeri sikur po vonohet shumë. Dhe po të vi, shpresoj se nuk do të na flas vetëm për Shitin. Ne shpresojmë që ai të thotë ato që janë dhe jam tepër. Pra qen ka njeri ndershëm, bukur fort. Dhe me që Shiti na vdiq mbram, kjo na jep shpresë, besojmë se të gjithë gjërat do jenë sqaruar gjatë gjithë kësaj kohe. Tok Zboru. Shpresoj se është njeri ndershëm ai që na keni zgjedhur. Ai është ai që është. Edhe ja, tek po vjen. Nderime Clark, nderime Tok Zboru, nderime. Nderime uj. Çfarë duan të dinë nga unë? Ky që ka njeriut, nga heshtje e Zotit Tok Zboru, që është një heshtje që flet, ju na qenë keni njeriu i cili gëzon besimin e tij dhe shpreson të gëzojë edhe besimin tonë. Atëhere, të kthehemi në thelb të çështjes. Ku janë kontratat? Ç'kontrata? Kontratat që kantieri duhet i përfundonte me sipërmarrjet e ndërtimit për ngritjen e magazeve të portit. Unë s'di gjë për të tilla kontrata. Nuk di të keni gjë? Jo. Doni të thoni që nuk ekzistojnë kontrata tilla. A keni folur me Shitin? Jo. Si? Ju s'pas keni folur me Shitin? Kush pretendon se unë pas kam folur me Shitin gënje? Unë pandeja, Zoti u i se ju e kishit kontrolluar çështjen në porosi të Zotit Tok Zboru. Patjetër që e kam kontrolluar. Dhe ja dha ndonjë rezultat studimet tuaja Zoti u i? Patjetër që dhan rezultat. Natyrisht, nuk ishte dha që lehtë të nxirrej e vërtetën në shesh, sepse kjo e vërtetë nuk është dha që këndshme. Kur Zoti Tok Zboru më ftoi në vilën e tij dhe më lut, më ngarkoi të sqaroja se ku shkuan paratë e qytetit ton, ato paratë përbëra nga gacidet e kursuar për nesh që paguajmë taksa dhe që ishin besuar një kantieri të këtushëm, mu desh të konstatoja me tmerr se ato para ishin bërë pre e një abuzimi. Kjo është pika 1. Pika 2 është, kush ka abuzuar me paratë e qytetit ton? Edhe këtë arrita ta zbuloj dhe fajtori i merisht është... Kush është fajtori? Shiti. Shiti. Shiti i gjorë me të cilin ju nuk keni folur fare. Ç'keni që me zgurdullonit asy ashtu fajtori quhet Shiti. Shiti vdiq, se pas keni marrë vesh të gjë? Pas ka vdekur, sa keq. Unë brëm isha në Cicero dhe nuk e ka marrë vesh, me mua ishte edhe Roma. E çuditshme. Mos ju duket gjë e rastit që pikërisht tani e... Zotërinj, asgjë nuk është e rastit. Vetvrasja e Shitit është pasojë e krimit të vetë Shitit. Është e tmerrshme. Është e tmerrshme, po nuk është vetvrasje. Po ç'është atëherë? Natyrisht, unë me Romën ishim mbrëm në Cicero dhe nuk dim gjë. Por ajo që di unë dhe që tani është e qartë për të gjithë ne këtu,
është se shiti në duke një tregtar i ndershëm na pas kërcjen një gangster, një maskara. Ju kuptoj, zoti Ui. Nuk po gjeni dot fjalë si për të goditur sa më rënd shitin i cili mbrëm u godit nga diçka tjetër. E tani do Zboru, të kthehemi tek ti. Tek unë? Ç'punë keni me Zborun? Tani do të them se çfarë punë kam. Me sa e kuptova, zotin Ui, dhe më hamendje se e kuptova mjaft mirë, na pas kishqen një kantieri cili mori ca para të cilat i vodhi pastaj. Tani na del një pyetje. Kush është kantieri? Dëgjova se e quajt kanë shit, po që rëndësi kanë emrat. Ajo që na intereson e është se kujt i përkiste kantieri dhe ajo se si quaj. I përkiste vërtet shitit? Pa dyshim që shiti mund na i tregonte, po shiti nuk flet më për ato që i përkistin që kur zoti Ui na pas kishqen në Cicero. Pra, duhet jetë dikush tjetër pronari kantierit që kur ndodhi dallaverja që na preokupon. Si thua ti, Dok Zboru? Unë? Po, ti. Ka mundësi të kesh qenullur pikërisht ti në tryezën e zyrës shitit kur themi se nuk u përfundua një farë kontrate që ishte për të përfunduar. O kësej, Dok Zboruja, je në vete. Edhe ca kohë më parë kur na fole këtu në bashki se sa keq i kishte punët Lule Lakër dhe se duhet i jepnim një farë kredie. Mos fole duke u nisur nga eksperienca jote personale, Dok Zboru. Çam këto fjalë? A nuk më shikoni se ati po i bjes fikët? Ai është plak njëri. Vetëm nga flokët e ti thinjure du të kuptoni se s'mund të ketë likësi tek ai njëri. Mendimi im është se duhen paraqitur prova. Prova! Sa o përket provave, ju lutem, bani qetësi, pas rregull atje. Qetësi! Qefi kërkon qetësi! O miq, në më lejofshit ju them që më mallëngjenë, që më ndjen zemra në këto qaste, tek po shoh këtë skenë vërtet për të ardhur turp. Një burr plak që e fyen dhe miqtë e vet që rrinë për qark të nemitur. Dëgjomni pra. Zoti Dok Zboru, ju besoj plotësisht. Vallë të tillë fytyrë ka faj, po ju pyes, të tillë vështrim ka një burr që pas kësh ecur në rrugë të shtrembër, s'qen nga më e bardhë dhe e zeza më e zezë, shumë larg pas kishin arritur punët, derisa pas kishin arritur gjë këtu. Një njeri i pa përlyr, po akuzohet këtu për korrupsion. Më shumë se kaq. Për mashtrim. Sepse unë ngulkam që ai kantier më shumë pikpyetje dhe më nam të lig, nuk i përkiste më shitit, por Dok Zborus në kohën që u dha kredia. Është kënjështë të shalike. Unë le kokën ti me peng për Dok Zborun. Thyrtu të gjithë qytetin, e na gjen një njerit vetëm, e thosë se Dok Zboru është i poshtën. Dëshmitar! Dash keni dëshmitar. Smith, eja këtu. Dëshmitari ynë duhet këtë ardhur, futeni brenda. Jashtë qëllua me automatik. O kësej, si quaj dëshmitari ytë? Bëll, eja një këtu, bëll! Uj, atmosfera është shumë e papastër. Çfarë po ndodhë ti? Ti kë kanë prarë të këshkallat. Të tjera nga tresa uj, do t'i prishim punët bashkë në qofse që ndolli. Çfarë? Silleni këtu! Ky është Bëll. Kam frikë se dëshmitari ynë nuk do të jetë në gjendje të dëshmoj. Jefles, nëzirë më një që këtej. Për gëzimet e mia, Dok Zboru, unë i kam qef gjërat e qarta dhe gjërat unë i sqaroj o kështu
O ashtu. Shtimi i pandërprerë i krizës i kishte revolucionuar masat punonjëse. Industrialistët e mëdhenj e përkrahnin Hitlerin me shuma kolosale të hollash dhe e shtyn presidentin gjerman Hindenburg që ta emëroi Hitlerin kancelar të shtetit, kurse masat punonjëse e kundërshtojnë emërimin e Hitlerit si kancelar nëpërmjet grevash dhe demonstratash. Kur kancelari i shtetit generali Schleicher e kërcënoi Hindenburgun se do t'i zbulonte abuzimet që ishin bërë me fondet e ndihmës për lindjen dhe me të ardhurat nga taksat, Hindenburgu ja dorëzoi Hitlerit pushtetin më 30 janar 1933. Hetimet rreth abuzimeve u pezulluan me dhunë. Diktatura naziste vendoset. Është një aktor, shef, nuk ka me vete. Si dinin parat për të blerë kobure. Është rumbullosur ca, sepse në një pjetore, disa të rumbullosur të tjere ftuan të reciton të diçka. Por thonë se është i zotë, shef, është një nga ta... Klasikët. Ej, ju pa dëgjoni këtu. Më ka lënë të kuptoj se të folurit tim lëca për të dëshiruar dhe me që do t'jete pa evitueshme që në këtë apo atë rast të flas një dulafe, e sidomos kur të vi puna për të bërë në një turne të një politike të madhe, duhet të më jepni ca orë mësimi. Gjithashtu duhet mësoj si të paraqitem. Fort mirë ju kuptoj, e kini fjallën për stilin e lartë. Jules Cezar, Hamlet, Romeo, pjesë të Shakespeare-it. Zoti uj, tek unë kini gjetur njeriun që ju nevojitet. Se si të paraqiteni në mënyrë klasike, këtë plaku me honej do t'ju amësoj për 10 minuta. Gjivola. Zotëri, rasti im është tragjik. Unë u shkatrova vetëm për hir të Shakespeare-it. Shakespeare ka qenë një dramaturg anglez. Po të mos kishte ekzistuar Shakespeare, sot do të më shihni duke interpretuar në Broadway. Nuk ke që bën, zotëri. Ja, kjo është tragedia e karakterit tim. Mos interpretoni Shakespeare-in, më thoshnin. Në daci ti interpretoni Ibsenin. Pa shikoni kalendarin, më thoshnin, jemi në vitin 1912. Arti nuk një kalendar, zotëri, u thosha unë. Edhe unë bëj art! O, kur të vjen e keqja, nuk ke se çfarë ti bësh. Më duket nuk e pas e gjetur njeriu në përshtatshëm, shef. Ky qenë ka një nga ato antikat. Këtë do ta shohim. Pa ecë një herë si çesë njerëzit e ka i Shakespeare juaj. Un moment. Bukur fort. Po kështu ti nuk mund të ecësh përpara tregtarëve zërzavatëve, nuk është e natyrshme. Po çdo të thotë nuk është e natyrshme. Sot asnjëri nuk është i natyrshëm. Kur të eci unë, dua që bota të shohë se po eci unë. Natyrisht. Koka pak lart, piruet. Piruet. Mirë. Piruet. Un momento. Duhet pasur parasysh në fillim dyshemen duhet ta prek vetëm maja e këmbës. Maja. Juve pas keni prirje të lindur, zoti uj, piruet. Maja, koka lart, maja, piruet. Un momento. Me krahët nuk i kemi punët mirë, i mbani paksa të ngrira krahët. Un momento. Do t'ishte më mirë sikur t'i bashkoni duart. Ndën vete, maja, pikërisht, ju e pas keni prirje të lindur, piruet, më duket se pikërisht tani të ecurit tuaj i përgjigjet qëllimeve tuaja, zoti uj. Çfarë dëshironi tjetër nga unë? Qëndrimin përpara njerëzve. Mendoj se... U thuaj një dy djemve të fuqishëm të qëndrojnë, pas te edhe do të qëndrosh edhe vetë për mrekulli. Këto që thua ti Gjivola janë gjepura. Kur qëndroj unë dua që botat mos shikojnë dy njerëzit që ndodhen pas meje, por të më shikojnë vetë mua. Korrigjomni. Ky qëndrim ju shkon, jo se nuk ju shkon, zoti uj, veç se duket paksa i rëndomt. Juve nuk duhet të dukeni si një berber, zoti uj. Lutem, kryqosini duart në këtë mënyrë.
Afrojeni pasqyrën. Edhe me mustaqet nuk I kemi fort punët mirë, un momento. Një ndryshim fare I vockël, por efekti është kolosal, zoti uj. Kur fort. Mirë, po ky faqërndimi, përse të duhet? Vetëm për ata zotëritë e lartë të trusit? Ne, ore, këto qëndrim do ta mbaj për para njerëzve të vegjël. Pse për shembull ai Clarku I trusit të Lulelakrës paraqitet në një mënyrë aq impozante? Mos ta ha mendje se këtë e bën për t'i dhënë vetes rëndësi për para njerëzve si ai? Jo, sa për këtë I mjaftojnë parat që kanë bank, një lloj siç mjaftojnë mua djemtë tanë të fuqishëm kur është rasti për të siguruar respektin e të tjerëve. Clarku e mban atë qëndrim impozant për t'i trembur njerëzit e vegjël dhe ashtu do të veproj edhe unë. Por si të qoftë kjo gjë duket si pak artificiale, sepse ka njerëz të cilët nuk mashtrohen lehtë nga të tilla qëndrime. Patjetër që ka njerëz të tillë, por nuk ka pikë rëndësie që mendon profesori ose në kush që heq veten shumë të zgjuar. Rëndësi ka si e përfituron njeriu I vogël padronin e vet. Por ç'është nevoja që të fryesh të paraqitesh si padron, përse të mos shfaqesh si babaxhan, me dhërë të përveshur edhe me një sy të vrarë të mafioso shef për shembull. Sa për këtë kam plagun Dogsboru. Ai gjoni kohët e fundit duhet të ketë patur pisk. Vërtet që e mbajnë akoma si antik, po nuk e nxjerrin më shumë qejf që ta shikojnë njerëzia, ndoshta pse s'është krejtë safi. Ai të kujton atë punën e librit të Ungjillit, të cilin nuk e hapin më në familje, që kur rastisi që duke shfletuar me ngashërim të madh përpara mysafirësh, u doli në mes të fletëve të shenjtëruara dhe të zverdhura një çimkë e përtharë. Por si të qoftë për trustin e Lulelakrës, plakushi vlen akoma. Se kush është njeri I respektueshëm, atë vendosun Gjivola. Basta. E qartë, shef, e qartë, nuk kam asgjë kundër Dogsborus, ai përsëri mund të na hyjë në punë, as në bashki nuk vaj flakën te se mund të plaste shamate madhe pastaj. Ej, ti! Ej, ti! Tani, të provojmë të ndenjurit. Po, ndenjurit, zoti uj. Të ndenjurit është pothuajse gjëja më e vështirë, zoti uj. Ka njerëz që dinë të ecin, ka njerëz që dinë të qëndrojnë, po ku janë ata njerëz që dinë të rrinë ullur në një vend e të mos tunden fare, zoti uj. Ju lutem mirëni një karrige me mbështetëse. Vetëm mos u mbështetni ju lutem, duart mbi gjunjët, pikërisht bryllat të mos e takojnë trupin. Lutem, sa kohë mund të qëndroni ullur kështu, zoti uj? Kështu? Sa duash. Ma herë, çdo gjë është në rregull. Ndoshta Ndoshta do të bëje mirë, shef, si kur rolin e Dogsborus t'ja jep pjegjirit tonë të dashur. Ai ka zotësin që të bëhet popullore dhe pa popull fare. Është gjithmonë çakaxhia o katarë dhe kur e do rasti mund të qesh aq forca të bjeri suvaja nga tavani. Por edhe kur nuk e do rasti. Ja për shembull, kur ti do të dalësh përpara të tjerëve si biri lagjes Bronx të New Yorkut dhe I tilli e vërtet, e do të flasësh për të 7 trimat e parë që kishe pas vetes. Ashtu? Thua se edhe në atë rast do të qesh gjiri? Do të qesh aq forca të bjeri suvaja nga tavani. Por ti mos I thuaj gjë për këtë, se do të pretendoj përsëri që unë nuk ja dua të mirën. Pastaj mundoj që t'ja heqësh edhe atë zakonin e të mbledhurit kapeleve këto. Ç'kapele? Po janë kapelet e njerëzve që I dërgon në botën tjetër me dorën e vet. I ngjesh ato kapele mbi kokë dhe në breth pazarit megjithto si një gjë shumë e vështirë përbes. Është bërë tamam një manjak I tërbuar në koleksionimin e kapeleve. Unë si apres këmbët kalit që më shërben. Dopsit e vockla të bashkëpunëtorëve të mi, unë nuk I vëre. Ej, ti! Tani të fillojmë nga të folurit. Recitona në një gjë. Shakespeare. Vetëm Shakespeare-in. Jul Cesarin, herojin e lartësisë. Si ju duket fjala e Mark Antonit përpara trupit të Cesarit, kundër brotit udhëheqësit të vrasve gjaksor. E kam interpretuar Mark Antonin
në vitin 1908 në teatrin Zenit. Është një model i fjalimeve për para popullit, zoti Ui, një pjesë mjaft e njohur, është pikërisht ajo që ju duhet, zoti Ui. O miqë, roman, qytetar, më dëgjoni. O miq, roman, qytetar, më dëgjoni. O miqë, roman, qytetar, më dëgjoni. Vi Tavarros, jo të lëvdoj Cezarit, e keqja që ka bërë çdo njeri i mbetet, e mira i mbulohet shpesh të varë me kockart. Ashtu i qovë dhe Cezarit. Trimi brut, ju tha tani Cezarit që tiran. Në pas kështjen ashtu që faj rënd shumë dhe rënd shumë e pagoj Cezari. E lejet brutit dhe të tjerve se bruti është buri ndershëm. Të ndershëm janë që të gjithë, a i dhe shokët, vi që të flasht në funeralin e Cezarit. Ish miku im, më qej drejt dhe i besës, po bruti thot se që tiran dhe bruti është buri ndershëm. Cezari i solli Romës shumë robër lufte dhe arkat me shpërblime i kam mbushur. Kjo që tirania e Cezarit, si ju duket? Cezari qante kur thërristin të vobekët. Tiranët ka një zemër më të ashpër, po bruti thot se që tiran dhe bruti është buri ndershëm. E pat që të gjithë, si në Luperkale 3 herë i dhash një kurorë mbretërore dhe 3 herë e hodhi. Që ambicje kjo? Po bruti prap thot që ambicioz dhe është padyshim një buri ndershëm. Stuat ku nështoj ato që foli bruti, për s'mund t'ju flasë përveç ato që di. Një herë e deshte që të gjithë, jo pa shkak. Përse tani s'ju vjen asfare keq për të? Në regërsirat pas ke ikur e gjykim dhe njerëzit e pas kanë humbur arsyen. Duroni pak, se kam zemrën të Cezari, aty dhe presa thehet prap. Sipas disa burimeve, Hitleri ka marrë mësimin e të folur dhe në paraqitur skenik prej aktorit provincial Basil. Frasje, kasapan, presione, dhun, grabitje. Në mes të rrugës plas Koburia, po friten mu në mes të ditës njerëz që shkojnë në punë të vetë. Qytetar paqësor që matën të futen në bashki për të dhënë dëshmin që kërkohet. Dhe që bën administrata e qytetit në këmes? Po i pyes. Gjë për gjë. E po naturisht, zotërit e lartët nderuar në mirën me kurdisjen e ca punëve të erta dhe marrin në përkëm derin e njerëzve të ndershëm në vend që të ndërhyjnë e t'japin fund kësaj gjendje të padurueshme. Ju po dëgjoni apo s'po dëgjoni? Shkurt llafi, ku do mbretëron kaosi, sepse kushdo kush mund të bëjë çdo qefi dhe që thot egoizmi vet, kjo do të thotë që të gjithë janë kundër të gjithëve. Dhe si përfundim ku do mbretëron kaosi. Kur unë për shembull shikoj punën time i urtë dhe i paqt atë në dyqanin tim të Zarzavateve, ose kur ndodhem në timon të kamionit tim ngarkuar me lule lakër, ose kur bleku i diun se çfarë. E dikush tjetër, që s'është as pak i paqt, më futet në dyqan e më çirret. Duart! Atëherë s'mund të ketë kur paq. Po kur unë e di që në fillim të punë, kur e kam të qartë që njerëzit janë biçim zëza dhe jo shqerë ka të buta, atëherë duhet bëj diçka. Që ata të mos përshkatrojnë dyqanin, dhe që unë të mos jemi të dëruar të ngre duart për pjetë, ore qast, e sa herë që ti tekët komshiu tim. Por që duart e mija ti përdor për fund e mija, për shembull për të numruar kastravecat, ose ku e diun se për çfarë tjetër. Sepse, ja që njeriu prej ti brumi është gatuar, dhe kësaj s'ke që bën. Njeriu kur s'ka për ta flakur me një anë koburen vullnetarisht. Djerësa nuk shtije unë, do të shtire i tjetër. Kjo është presë logike. Po, që duhet bërë, do të pyes një ju. Ja, gjojeni se që duhet bërë. Sefte po ju themi gjë. Që si që bënit ju drejt tani nuk ecë. Të rinit të demelosur, për para arkës dyqanit, e të shpresoni se të gjitha do të regulojnë vetë vetiu.
për më tepër mos bini dakord midis jush. Kur jeni të përqartë dhe pa një gardë të fortë që t'ju mbrojë, t'ju ketë në kujdes, dhe si pasojë të jeni krejt të pafugjishëm, e të mbeti në mëshirën e çdo gangsteri, kjo natyrisht nuk ecë. Pra, pikë së pari ju nevojitet uniteti. Pikë së dyti, duhet bëni ca sakrifica. Sakrifica. Qysh? U dash ka të bëgim edhe sakrifica? Të derdh kemi 30% për protekcion? Jo, se duam. Sa për ashtu na dhim se në kacidhe tona, sikur mbrojtja të na siguroj falas, othere me gjithë qef. E po, të dashurit e mi, tregtarut zarzavatesh, këto punë nuk janë ndaj të thjeshtë sa shmandeni ju. Falas të sigurohet vetëm vdekja. Të gjitha të tjera të kushtojnë. Dhe kështu kushtojnë edhe mbrojtja, edhe qetësia, edhe siguria, edhe paqja. Sepse kështu e ka kjo jetë. Dhe me që është kështu, dhe me që kjo s'do të ndryshohet kur, unë, bashkë me ca burra që shikoni këtu, dhe me për një subjekt i rrezikshëm, dhe unë do të tërhyj. Por, kjo të bindeni se gjithë kjo do të bëhet mi bazën e mirëkuptimit dhe sinceritetit reciprok. Kemi këtu në mes nesh një njeri, i cili mund të them pa u gabuar hiç fare, ka shërben që të gjithë pesë një shembull ndeshmërie të plotë dhe moralit të pa korruptueshëm, dhe konkretisht zotin Dogsborough. Zoti Dogsborough, në këto qaste po e ndihë së thellë sa shumë duhet ju jem mirë njohës për çdo gjë. Vetë fati na ka bashkuar që një njeri si ju më zgjodhi mua, më të riu në moshë, birin e thjesht të lagjes Bronx. Birin e thjesht të lagjes Bronx për mik të vet, bile mund të them për djalë të vet. Këtë gjë s'do t'u harroj kurrë. Qastë të malëngjenjës, atë e birë. Tjema! Shefi po na flet me torë të zemër, gjilloj si kur të fleste vetë. Morën po shoh se keni disa pyetje. Zgjidhni mos gjurë mos keni fejk. Ne nuk ngasim ata që nuk na ngacmojnë. Unë llafet I kam shkurt. Llafet e shumë dhe nuk pëlqejnë, sepse llafet e shumë dhe janë fukare. Sa për propozimet shnoshta pozitive, mi sa u foli shefi, ata I mirë presim. Llaf një marë pra! Edhe mos nisni me dorashka, mos në kurseni. Unë mendoj se më njihni se kush jam, dhe se I njihni dhe dyqanin tim të luleve. A doni mbrojtje pra? Apo doni të mbeteni prej vrasjeve dhunës e karabitjeve dhe presioneve? Kohët e fundit kanë qenë më qeta. Në dyqanin tim nuk kam pasur as zarare, as grindje. Asun timin. Asun. Po ne kemi dëgjuar vërtet se në të ditë ka ndodhur ca nga të ngjarjet e papëlqyera, cilat sapo ne përshkroi zoti I. Ata kanë ndodhur në përpjetore, se që janë thyrë ca gota, që janë ndezur ca zjarre me vajguri në ato lokale që s'donin tunin pas për mbrojtje. Por në tregtinë e zarzavadeve, shqyrëzohet kemi patër qetësi. Po vrasje e shitit, po bëllin që e qeruan qetësimi thërgesajti. Pse kanë lidhje me lulelakrën këta? Ja. Më falni, si e kishit emnin ju? Huk! Huk! Zoti Huk, na falni... Një minut. Me gjithë si e fjutë. Huk! Fish! Nderuar amledhje! Top! Tani sa po më njoftuan që një grua I gjor I lutet zotit tuaj këtu të dëgjoj përpara të pranishmëve një 2 fjalë falënderimi. Prisni zonja Bëll. Më falni, morra vesh që kjo është zonja Bëll, vejusha e re e sekretarit Bëll të trustit të lulelakrës,
i cili dje, duke rendur për në bashki për të përmbushur një detyrë fisnike, u vra nga një dorë e panjohur. Flisni zonja Bëll. Zoti uj, mu në mes të pikëllimit tim zëmërqirës dhe të hallit që më ka gjetur për shkak të vrasjes së pabes të burit tim, i cili, duke përmbushur detyrën e tij fisnike tek nxitonte për në bashki, vit ju falenderoj. Vit ju falenderoj për lulet, zoti uj, që më dërguat mua bashkë me vajzën time të vogël në moshën 6 vjeçe, e cila mbeti pa baba. Qaj! Zotërin, ja tek ju them, se po të mos t'ishte zoti uj, unë dhe vajza ime do t'kishim mbetur sot në mes të 4 rrugëve. Për këtë ju betohem po të doni. Zoti uj, unë dhe vajza ime e vogël në moshën 5 vjeçe, nuk do t'ju harrojmë kur këtë të mirë që na bët. Ju falemderit shumë, zoti uj. Zonja Bëll, pranoni ngushullimet e mia për humbjen e bashkëshortit tuaj të dashur. Këto prapësirat përgjakshme dhe të paturpshme duhet marrin fund, sepse për ndryshe... Bravo! Prisni se... Asnjëri mos dal nga salla! Mbledhja nuk ka mbaruar akoma. Miku ynë, James Greenbully, do t'ju këndoj tani një këngë në shej kujtimi për të Gjorin Bëll. Dhe gjatë këngës do të mlidhen ca ndihma për vejushën e shkret. Greenbullin e kemi bariton. Jest kasoja I moti kurbanoja tjet Tani te huaj trine në dritare A vatra ime ish ajo Zjarë në rajon e portit! A ka ndonjë tregtar zarzavatesh që quhet Huk? Këtu jam. Pse s'ka berva ki? Magazja juaj po digjet. Po digjet? Asnjëri mos dal nga salla! Asnjëri mos dal nga salla! Thua, t'ja kemë në zjarë me qëllim? Pa tjetër. Në vendin e ngjarjes është gjendur një bidon me vajguri. Ne sapo pam disa njerëz me bidona vajguri në duar që dolen që këtej. Po pretendoni se I kemi vend në zjarë? Së the zot Rode? Ke parë se si unë zorën bidona vajguri që këtej? Jo. Pa ti! Jo. Pa ti! Jo. Pa ti! Jo. Ashtu dhe! Po ai njeri pra, I cili pak kohë për para, por a tregon të këtu se sa mirë sa qetë venin punët të tregtinës të arzavatëve, por shikon tani me sytë vetë, se si po I diket magazja, se si një dorë mizore po ja shndron në shkrum behi. Ore, akoma nuk po ju hapen sytë? Mos jeni qëruar? E po mirë, atëherë duhet të vendosni dhe të bini në ujdi tani me njëherë këtu përsa ju tham neve. Këtu me njëherë! Shumë keq po vend punët këtu. Në fillim gjak e vrasje e vare, e pastaj kustime e zjarre. Pa mendje se tani, rrezikun e kuptuat edhe ju. Në shkurt të vitit 1933, u dojq godina e parlamentit gjerman. Këtë loj e kurdisën vetë nazistët.
Hitleri akuzoi armiqtë e vetë si zjarrvënës dhe dha sinjalin për fillimin e një fushate të përgjaktë spastrimi.